Dhe kemi denoncuar raste se si persona të pa autorizuar, me automjete, me targa shqiptare, që mund të identifikohen kush janë, po them bën një tërheqjen, dhjetra, qindra zarfeve, dhe kemi dhënë edhe emrat konkretisht kush kanë qenë të shtetas, po doni i themi edhe kush janë, po s'besoj që këtu shtojmë element shtesë, në Kret, në Kavala, në Athinë, në Selanik, etj., që merrin në dorëzim një kështu krejt pa autorizuar, i plotësonin, i dorëzonin etj. Tani, unë nuk po them, Zoti Bravo dhe nderuar anëtar të komisionit, nuk po them si kanë votuar, megjithëse kushdo mund ta prezumojë disi si është votuar. Po megjithatë, unë mendoj që është cënuar procesi, dhe ajo që ne kemi kërkuar në këtë fazë, nderuar anëtar të kasit, ka qenë shumë e thjeshtë. Ne nuk kemi kërkuar pavlefshmërinë në këtë fazë. Ne nuk kemi kërkuar të mos i nënshtrohen vlerësimet dhe numërimit, fare, të përjashtohen paraprakisht ose automatikisht. Ne kemi kërkuar që këto zarfe me origjinë nga Greqia, për shkak se kanë këto problematika, pranuar apo doni, qoftë nga KQZ-ja me shkresa zyrtare që i ka dërguar operatori i shërbimit postar DL, dhe po doni administroni këto praktika. Gjithë shkresat që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka dërguar DL-s lidhur me rastin dosjen Greqia, po themi. Gjithë shkresa që ne kemi dorëzuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me rastin Greqia, nuk e di, po themi nëse e ka bërë dhe Partia Socialiste, po të paktën deklarata publike ka, dhe besoj edhe ato mund të gjeten dhe të verifikohen. Kemi kërkuar të veçohen deri në momentin që këto problematika do shikohen, do verifikohen, sa qëndrojnë, sa nuk qëndrojnë, si ka ndodhur, ku ka ndodhur etj. Administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mund ta thotë që vetë komisioneri shtetëror i zgjedhjeve i është dërguar mbi një kërkesë për informacion dhe dokumentacion operatorit shërbimit postar, ku i ka kërkuar që t'i vijë në dispozicion shpjegime shtërruese sa i përket mënyrës se si janë shpërndarë dhe dorëzuar materialet zgjedhërore në Greqi, si dhe t'i vërë në dispozicion dokumentacionin provues që provon faktin që nxjerrësit i kanë marrë personalisht zarfet në dorëzim. Imagjinoni këtë, nderuar anëtar të kasit. Ne në Shqipëri kemi komisionet e qendrave të votimit. Kur shkon për të votuar në një komision qendrës votimit, ke dy elemente që do provojnë që ti ke votuar personalisht. Ke pajisjen e identifikimit PEI dhe ke listën e zgjedhësve. Dhe nëse vjen dikush këtu dhe thotë në qendrën e votimit 2000 diçka ose 1000 diçka kudo në Shqipëri, në KZZ X, ka votuar një person 10 herë, ne themi të marrim të dhënat e identifikimit, pra të dhënat e pajisjes PEI ose listën e zgjedhësve për ta konstatuar këtë problem. Nëse Komisioni i Qendrës Votimit nuk e ka shënuar në proces verbal problematikën dhe nuk e ka raportuar. Tani ne në procesin e votimit nga jashtë nuk kemi Komisioni Qendra Votimi. Nuk kemi përrjedhoj pajisje PEI ose listë zgjedhësish, por operatori i shërbimit postar ka pasur detyrimin që në momentin që i dorëzon personalisht një zgjedhësi zarfin me materialet zgjedhore, të marrë mbrapsht në nënshkrimin e tij, të marrë mbrapsht një lloj vërtetimi që ai e mori personalisht në dorëzim zarfi. Dhe ne këtë kemi kërkuar. Qose për të 53.000 shtetasit që jetojnë dhe punojnë në Greqi, shumë të respektuar dhe nderuar, ne marrim dokumentacionin provues që ata e kanë marrë personalisht në dorëzim zarfin me materialet zgjedhore. Ky është një debat i mbyllur dhe vijon procesi i numërimit dhe vlerësimit normalisht atyre votave. Po për sa kohë kjo nuk ka ndodhur, sigurisht që numëruesit tanë, komisionerët tanë, vëzhguesit tanë për votën e diasporës nuk do lejojnë të përfshinë vota të cilat minimalisht ka një dyshim shumë të arsyeshëm që mund të jenë të kontaminuara. Po e them kështu për të mos ta thënë në një fjalë tjetër. Është shumë e prerë dhe shumë e qartë, Partia Socialiste ka shumë të qartë. Subjekti zgjedhor, Partia Demokratike e Shqipërisë, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, nuk do lejoj asnjë zarf me materialet zgjedhore që vjen nga Greqia, deri në momentin që do provohet që ato zarfe janë marrë personalisht nga zgjedhësi. Kur të provohet që ai zarf është marrë personalisht nga zgjedhësi, le të numërohet, le të vlerësohet. Po thasë të mbushura nga patronazhistët e Partisë Socialiste, ne nuk do lejojmë të numërohen, sikur të jetë kjo edhe gjëja vetme, po themi që ne do të angazhohemi tërësisht në këtë fazë gjatë numërimit të votës së diasporës.